Gara mbarkombëtare e bodybuildingut cilësohet si një nga garat më prestigjioze në kalendarin shtetëror të këtij sporti. E pikërisht kjo garë ka sjellë në podium jo vetëm fizikun, por edhe shpirtin garues të sportistëve kosovar, veçmas të një ekipi që kryesohet nga një trajner gjakovar. Ekip ky që ka investuar muaj të tërë punë e sakrifica, ku pikërisht janë ato sakrificat e padukshme ato që krijojnë fitoret. Vendi i parë, vendi i dytë dhe vendi i tretë ishin çmimet që fitoi ky ekip. Na morën pjesë me kategori të ndryshme, me 4 garues të ndryshëm, ku i morën 5 vende të para, një vend dytë edhe një vend të tretë. Na marrin pjesë gjatë gjithë vitit në për kupa të ndryshme, në për kampionate të ndryshme, kjo bën veçantë se ishte kupa e shtetit, edhe pjesëmarrja ishte e kënaqshme, ishte e mirë, kështu që secila ka veçantinë e vet, po definitivisht ishte emocion i mirë. Sfidat nuk përfundojnë me kaq. Ekipi tashmë po përgatitet për kampionatin ballkanik, që do të zhvillohet në një shiq të Malit të Zi. Një garë që kërkon një tjetër nivel, një nivel më të lartë stërvitje edhe për kushtimi. Po, në një garë krym, tash kampionat e kësaj gares kualifikohen që mi përfaqësu Kosovën në gara të tjera ndërkombëtare. Gara radhës është gara ballkanike, cila mbahet në një shiq Malzi edhe na do të marrim pjesë edhe atje. Kohën nuk ka që e patëm shumë, po diku sredin 3 muaj e gjysmë i kishim për këtë garë. Ndryshon komplet plani, ndryshon stili jetës, ndryshon për garë, duhet është komplet sistem tjetër, duhet më hollu lëkura, nuk është vetëm me ndërtu muse, duhet më hollu lëkura, duhet me punu me paraqitjen skenike, duhet me punu me shumë gjana tjera që nuk kanë bëj vetëm me ngritin e peshës ose majtjen e dietës. Paraqitja për një garë të këtij niveli është akoma më intensive dhe kërkon më shumë durim, motivim dhe mbështetje të vazhdueshme. Përgatitja është e mundimshme, unë e kuptoj edhe nështë kanë raste kur këta bjen një moment që ta lo, është e kushtueshme, është e mundimshme krejt, mirë po jo, është gjithmonë është qëllimi, është kryesori tim për shkak të nis edhe ja dalim, shpeshherë duhet më bëllë psikolog dhe me i majt motivun, se detyra kryesore jone është me i majt garusin të motivun. Po dhe tash e kemi arrit mirë. Ushqimi është një ndër aspektet më të vështira të këtij sporti. Ndërsa ushtrimet shpesh bëhen me vullnet, mbajtja e dietës kërkon kontroll ekstrem dhe sakrifica ditore. Unë këshallon definitivisht ushqimi është më i mundimshëm, është më i zëshëm. Kjo është pjesa, duhet më manipulu me ujna, me karbohidrate, me shumë gjana tjera, me minerale. Mirë, por edhe ushtrimet kuptohet, po ushtrimet i bëjnë më me qejf, është ushqimi. Edhe kurse ke ushqimin mirë, pastaj edhe performanca bjen. Dhe që pjesa e ushqimit është më e vështira. Puna vazhdon për te i kufive të ambienteve të palestrës. Trajneri punon me garues që ndodhen në distanca të ndryshme, përmes kontakteve të vazhdueshme dhe teknikave moderne të ushtrimeve. Unë shkoj me 2 garues për momentin atje, këta garues kanë gara të tjera të atje, Brian Tahiri, domon garan në junior men fizik, edhe kam ideal për e Shqipërisë. Po ja kemi marrë dorë, takohem ko pas kohë, kemi video, kemi foto, kontaktojmë shpesh, rrim, shto. Më thonë, ja kemi marrë dorën tash mirë. Mirë është pak ma vështirë se sa që e ki kështu fizikisht edhe shet çdo ditë. Mirë po jo, mirë. Jam punëtor, unë pas fatin që punem me djem punëtor. Vraniqa i tregon se shumë nga garuesit e rinj e nisin këtë rrugtim si hobi, por fal për kushtimit dhe rritjes së rezultateve, motivimi për të futur në gara bëhet gjithnjë më i fortë. E filloj fitnessin si hobi, e bin fizikin e tyve të një nivel shumë të mirë, të kënaqshëm, edhe rritin apetitet që edhe me garu, kështu pastaj unë aty hin punë, i bojmë ndryshimet e mundshme që me përgatit trupin që ka kërkon skena. Nuk nalem njëjtë, nuk kurrë nuk ndryshon. Punoj me punën që e dojmë, punoj me punën që na bën mundi mirë, shohim ndryshimet e përditshme, edhe shpresojmë në rezultate pastaj. Asnjëherë nuk shkoj me fitu, shkoj mu paraqit mirë. Bodybuildingu nuk është vetëm sport, është një mënyrë jetese që ndikon pozitivisht në gjithë organizmin dhe gjendjen mendore. Sporti nuk është që ndryshon aktiviteti fizik përgjithësi, nuk është që ndryshon vetëm fizikun, ndryshon kualitetin e jetës në përgjithësi, përmirësohet gjumi, përmirësohet qarkullimi i gjallëvit, je më energjik gjatë ditës, je më vigjilent, edhe megjithatë dukesh bukur, dukesh mirë, kështu që merruni me aktivitet fizik. Po definitivisht, sa më në moshë që je, trupi hub muskujt, kështu që më ardh mi shtrëngu muskujt, mi ndërto muskujt, moshë mirë me marr proteinat mjaftueshëm, definitivisht. Për një sportist që është shpallur 3 herë kampion, rruga ka qenë mbushur me punë dhe përkushtim. Ishte ndjen shumë e mirë, sepse ishte hera 3 që mora pjesë dhe për 3 herë shpolla kampion.
Kjo gara ishte më e vështirë se do isha mu kualifiku për Ballkanik, edhe kum punu ma shumë. Është më e vështirë, shumë më e vështirë, sidomos ushqimi, ushtrimet janë ma intenzive, pregaditja është shumë më e vështirë. Dieta është postafat për garë, edhe është strikte ma shumë, edhe trajnerin e kena që në arrin një kry gjithë, në kallëzën qysh tek, non-stop jena në komunikim, 24/7 me to. Për afërsisht jem që punojmë bashkë dikon një vit e gjys, që një vit merë me gara, që një vit që ashtu 3 herë kampion. Brahim Tahiri, duke treguar për planet e tij për të ardhmen, ka edhe një mesazh për të rinjt. Sozhi jem për trit, nëse nuk e shini vetën të arrij diçka, dhe të me jep, me punu ma shumë, edhe dikur e shini vetë suksesin që vjen vetë. Unë për vetja kum një si habi, ama me motivim, orë gjithë shka dhe që 3 herë kampion, ta shti pismet në Ballkanik të këshyrëm që pëndohë. Edhe ish kampioni që ka pauzuar garat përkohësisht, vazhdon të ushtrojë me ambicie të reja dhe me synim drejt garave europiane. Ti dhe kem me 2023, jem kampion, në 2024 jem kampion në kategorinë teme dhe në barë kombëtar. Titulli viti 2024 ka qenë pak më i vështirë, ka pas konkurrencë më shumë. Edhe përveç që mbo kampion në kategorinë teme, e kom marrë edhe në barë kombëtar. Që një 4 vite ushtroj gjithsej me burimin, vitin 2023 dhe 2024 kem marrë pjesë në gara, e kem dalë për sukses shumë. Besoj që kem vazhdu edhe më tut jem në një kategori pak më të rëndë. Për momentin jo, jem të ushtru normal, ndërkohë kemë vazhdu besoj me një kategori pak më të lartë. Sfidat është ushqimi normal, dietat, ushtrimet janë të rënda, kardio, mëngjes, gjatë ditës masaj ushtrimet me pesha, ka shumë sfida në këtë sport. Është një sport i kushtueshëm, kushton shumë. Fatjon Gjaravina tregon se përveç sfidave që ka ky sport me ushqimet dhe ushtrimet, sfidë tjetër më e vështirë për sportistët është edhe mungesa mbështetjes financiare nga shteti, qoftë nga niveli qendror dhe ai lokal. Absolut zero, domethënë nuk ka investu kurrë këtë sport. So shumë sport i kushtueshëm, edhe është i mundimshëm, domethënë normal se ka punë me pesha, me dieta strikte. Planet e mia janë në të ardhmen janë të dalë me një kategori bodybuilding, që ta marr në kupë edhe evropiane, pse jo. Mesazhi për trit ishte më mirë mu marrë me sport, i largu do rrugës e samëve të qia, në vazhdu mu marrë me këtë sport, është shumë sport i mirë, është i shëndetshëm, edhe besoj që më jenë edhe ma mirë, është shumë sa më mirë. Në një sport ku çdo gram, çdo centimetër dhe çdo paraqitje kanë rëndësi, garuesit po dëshmojnë jo vetëm për talentin individual, por edhe për seriozitetin dhe profesionalizmin që kërkon një përfaqësim i denjë. Ata nuk garojnë vetëm për medalje, ata garojnë për të ndëruar vendin e tyre, synimi Ballkaniku, ambicia arena europiane. Por për sot, është puna atyre e heshtur, ajo që flet më shumë se çdo trofe. Megjithatë, mbetet të shihet se sa do të mbështetet në të ardhmen nga institucionet e vendit.